Krishtlindja përfaqëson lindjen e Zotit Krisht. Megjithatë, që të vim në këtë ditë kaq të shenjtë dhe kaq madhështore që të presim Krishtin poshje, është edhe një përgatitje për besimtarët e krishterë ortodoksë, duke filluar që me kreshmën që na privon nga disa ushqime, gjithashtu nuk është vetëm ushqimi kreshma, po kreshma është edhe fjalat neve që transmetojmë ke të tjerët. Duhet të sjellim gjithmonë mirësi, paqe dhe dashuri ke të tjerët. Edhe kur neve bëjmë këtë sjellje shembullore ke të tjerët edhe me njerëzit tanë më të afërt, atëherë Krishti fosh është shumë i gëzueshëm që na pret neve edhe ne të presim festën e Krishtlindjes. Dhe me këtë rast unë duhet të uroj të gjithë besimtarët ortodoks e gjithë njerëzimin gëzuar Krishtlindje sa më të bekuara, edhe viti i ri 2026 të gjej të gëzuar të gjithë, për shumë vjetë gëzuar.